besoj që nuk I ka ra keq, po në këtë situatë qysh gjendjet Kosova bëllën hall e në siklet të madhë janë. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta jeton, faleminderit edhe kënaqësi shumë me qenë bashkë sot. E vërtet, politikanët cilët marrin besim të qytetarëve, jeton në rrethana normale, duhet me u ngarku edhe me përgjegjësitë. Nuk ka pasur të kaluar në raste kur seancat konstituive në procese sipër ka ndruar formën. Kur është nominuar zoti Veseli për kryetar të kuvendit, deklaratat e vetë Kurtit kanë qenë që ne nuk e pranojmë, duhet ta ndrojmë kandidatin, ta kenë një kandidat I cili përfaqëson unitetin e deklarata tilla. Ta edhe për një periudhë kohore unë s'ko marrë diçka një konfirmim ose e latë nën kuptohet që unë s'jam pranu, po gjykata kushtetuese nuk pranon pyetje për me dhënë përgjigje në pyetje. Unë kam të vështirë sepse nuk jam juriste me profesion dhe ne kemi kuptuar që nuk mund të jesh opozitar e ta quash dikë spion Serbis ose ta etiketosh me etiketat më të rënda e pastaj ti drejtohesh me profesor